Mirëmëngjes miq të dashur, mirëmëngjes alsatist, ju që jeni zgjuar dhe ju që po zgjoheni tani. Edhe pse ora shënon ju që po zgjoheni tani. 30 minuta, siç e përmenda pak më parë, sot edhe ditën e djeshme, në mos gaboj, u kujtova që sot do të kemi një dermatologe në emisionin e mëngjesit, ku do të flasim shumë. Pra të gjithë e dim që organi më i madh në trupin e njeriut është lëkura. Nuk është kaptina më, do doja të thoja, është lëkura, pra miq dashur. Lëkura e cila ballafaqohet në çdo lloj stine, e cila merr forma të ndryshme të çuditshme. Në pranverë fillojnë ato alergjitë, fillojnë do alergjitë të polenit, do reaksionet e lëkurës të çuditshme, në dimër fillon të thahet. Si po e gjen veten në këtë bisedë. E gjej veten sepse i kam të gjitha këto shenjat dhe po i them këtu dhe po i them të cilat edhe ju, nëse keni halle, derte, do të na shkruani në numrin ton 078 452 935 për çfarë do problematike që keni, sepse ne sot na ka nderuar në studion ton Nora Pollozhani, dermatologe fantastike, e cila më shumë të këshillon me fjalë të mira, të vedisoheni mirë, derisa të shkojmë tek ata lyerjet e ngjyerjet. Nora, mirëmëngjes. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësia jone është që do të diskutojmë, do flasim shumë hapur, por do flasim shtruar. Nora, ne e dim që je shumë e zënë, sidomos në orët e para të mëngjesit, mirë po faleminderit shumë që gjete kohë dhe ndave pak atë nga koha jote e çmuar. Sa muaj e presin orën. Po duke shkuar ti në kontrollet rutinore që i ke, domethënë edhe e ke bindur. Ja, ç'e mirë jemi tani. Çfarë më ndodhen, Valbona? Shkoj këshillohem dhe pas 6-7 orësh, Nora më fal, çfarë më the? Sepse harroj çdo gjë. Nora më thuaj një herë, fillimisht si fillojnë mëngjeset e tua? E di se janë të stresuese? Mëngjeset. Sepse ke shumë mesazhe të shumta me siguri. Nuk jam shumë e vetëdijshme për këtë gjë. Mëngjeset normalisht është zgjimi, për mjekët, për gjithë mjekët, puna fillon shumë herët. Ne duhet jemi në punë në 7:30, kështu që duhet çdo gjë të jetë paraprakisht e përgatitur që të jemi sa më të zgjuar dhe me plot energji për punën që na pret. Nuk është ta që, mirë po me kalimin e kohës për ata studentat e rinj të mjekësisë mësohesh. Vetëm se du të them është një punë që është sjell kënaqësi, për arsyen se mirë po edhe shumë strese normalisht. Kënaqësia është sepse ju ndihmon njerëzve. Është diçka që kur i ndihmon dikujt në rrugtimin me ndonjë sëmundje, qoftë që shërohet ose ato sëmundjet kronike që duhet menaxhojmë më gjatë, kur jep një lehtësim dhe një kvalitet jetës më të mirë pacientit, është një kënaqësi e veçantë. Është një gjësi shpirtërore që rrallë kush e ka, rrallë kush me siguri kirurgët e kanë edhe më të fort këtë ndjenjë, sepse ata ndryshojnë komplet ose mund ta shpëtojnë njeriu, edhe pse edhe te ne kemi ashtu raste. Normalisht, po. Mirë po jo shumë të shpeshta sa i kanë këto profesionet mjekësore që janë më invazive, si për shembull kirurgjia. Mirë po, është një profesion i bukur, që të jep shumë ndjenja, është buqet me ndjenja dhe emocionet çdo ditë, kështu që për ne nuk ka mërzi. Buqet me ndjenja. Nuk kemi ne, domethënë, nuk ka bash rutinë ose mërzitje nga rutina. Çdo ditë ka diçka e re, çdo ditë njeh shumë njerëz, ballafaqohesh me shumë probleme që me kalimin e kohës mësohesh ti menaxhosh. Jep satisfaksion. Shumë, sigurisht. Që nuk ka çmim me të. Kur flet Nora për ndjenjat e bukura që janë reciproke gjatë procedurës së pacientit po ashtu me dermatolog, unë një ndër kujtimet më të bukura me dermatologët e kam domethënë pjesën, dua të filloj që nga mosha më e ri që është problematikat e akneve tek puberteti. Ja, shef që kaluam dolën për skenarin. Dolën për skenarin, smundem. Me hallet e tija. Se cili hallet ti, po fillojmë nga puberteti, pastaj të kalojmë në këto problematikat alergjit. Është një ndjenjë mjaft, domethënë jam e sigurt që sjell shumë emocione të bukura tek profesioni juaj, mirë po është ndihmesa më e madhe kur flasim edhe për fëmijët që ballafaqohen. Më thuaj problematikat e shpeshta që vijnë të rinjt, domethënë problematikat e akneve, sepse kjo ka të bëjë shumë edhe me shëndetin mendor. Është domethënë kyçe është vërtet, sepse lëkura është kontakti i parë që e ke me botën e jashtme. Dhe tani e më shumë filozofia e jetës, si është duke shku, është domethënë pamja e jashtme ka rëndësi shumë të madhe. Dhe duke i dhënë gjithë rëndësinë kësaj, mirë, por nuk është veç pamja e jashtme, me këto
që janë rrjetet sociale, me influencerët, do me thënë nuk është vetëm... Me atë kalopin perfekcion që e shofim. Do me thënë dhe filterat që përdoren, do me thënë pamja jashtme prej fëmijëve kërkohet të jenë perfekt, diçka që nuk është e mundur, dhe nëse arrin, nuk është nuk mund të ambash për gjatë kohë, dhe normalisht nuk është reale, dhe ta bazosh gjithë emocionet e tua dhe vetë kënaqësinë, ndjenjen e përmbushjes në një perfekcion është shumë e rëndë për fëmijët, është e rëndë për ne, lere më për ata që janë duke u zhvilluar vetëse më. Pse ndjellim këtë shkaku i rrjeteve sociale që Është ndjellim rrethi, fëmijët, ka filluar që të ndikohet shumë. Ata janë në kontakt vazhdueshëm me rrjetet sociale dhe gjithkohën janë të bombarduar nga imazhe perfekte, dhe fytyra që qeshin me atë imazhin perfekt, dhe bëhet ajo ideja që perfekcioni sjell lumturi. Pikërisht. Unë për vete personalisht asnjë studim nuk e mbështet atë dhe nuk është realistike. Unë kam vuajtur 6 vite, domethënë me aknet që nga mosha, domethënë nga 11 vjeç, deri në fund të shkollës së mesme, domethënë kam vuajtur shumë me aknet dhe kanë ndikuar edhe pse jam munduar që mos të ndikon në vetbesimin. Më flasim për akne, sepse unë jam ignorant në këtë sferë. Aknet janë ato pikat. Po. Do të shumë të mira. Të lezetshme janë. Shumë të këndshme janë. Të lezetshme dhe tani... Një 11 veçare. Ka të ri që shqetësohen, shqetësohen, dhe të rinj, të shumica të rinjve në jetën e vetë njëherë kanë akne. Mirë po të një pjesë e madhe fatmirësisht janë format leta, të cilat kalojnë për ca muaj, sa fillojnë hormonet, mande balancohet lëkura dhe organizmi, dhe kalon, me disa puçra kalojnë. Ca nuk e kanë atë fat, kanë forma më të rënda, ka formë mesatarisht të rënda akneve dhe ka forma shumë të rënda të akneve, që fatmirësisht të janë 1 deri në 2% të rinjve mund ta kenë, mirë po të ata e ka impaktin me të vërtet shumë të madh dhe shpesh demoralizohen sepse edhe terapia që jepet nuk është efekti menjëhershëm. Dhe shpatjetër ta kuptojnë që nuk ka diçka magjike që menjëherë mund ta përmirësojë lëkurën, mirë po duhet disiplinë, kontrollat rregullta dhe për disa muaj bashkëpunim mund të kemi zgjidhje edhe të problemit. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që disiplina dhe bashkëpunimi me mjekun është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu dhe t'i dëgjojnë ato këshillat që ja japim. Të mirëmbajnë këshillat. Këta këshillat kur na japin mjekët, sikur i marrim këtu, dalin nga ana tjetër. Kemi mbasi nga stresi i cili kur e kemi qasjen e parë tek mjeku. Mundohemi të koncentrohemi në atë që e thoni, por në vedia ju funksionon paksa e çuditshme, sikur po qëndron e heshtur, nuk jemi të koncentruar në atë, dhe pastaj detyrohemi që 2-3 herë, 4 herë që rithrasim, që të na rikëshilloni, të mbajmë mend terapisë se si duhet me marrur. A ju ndodhen shpesh kjo siç ndodhen me mua? Ndodhë, është gjë që ndodhë, unë kam, ne si mjekë kemi parasysh këta, po kur shkon të mjeku, vetë ambienti ku shkon, do më thënë është spital, ose është një ambulancë, edhe normalisht zgjon ndjenja jo të këndshme. Sidomos kur nuk e dini diagnozën, edhe që disa pacienta edhe pse është diçka banale, dyshojnë për herë mendja ju shkon në gjërat më dramatike. Dhe në ato momente, çfarëdo që ju thua dhe shkruan, ata janë diku tjetër, gjithashtu. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të qetësohet pacienti edhe të vendoset një kontakt, që ai ti dëgjoj ato këshilla që ju japim, të gjithashtu edhe të informohet për gjendjen që e ka, në mënyrë që të anashkalohet sa më mirë dhe të trajtohet sa më mirë. Përveç se leksimi që do japësh për sëmundje që mund ta ketë, duhet luash rolin edhe psikologët, qetësohu. Patjetër që po. Avash, percepto mirë, koncentrohu këtu. Si mjek e punë e vështirë është kjo. E vështirë Shumë është. E vështirë vetëm si mjek, edhe pse e kemi mjekësinë dhe aty mësojmë dhe psikologji dhe gjitha, mirë po edhe me kalimin e kohës, vetë profesioni të mëson që duhet
ai aspekt është shumë i rëndësishëm, sepse nëse nuk kuptohet smundja dhe terapia, atëherë kot është edhe vizita, sepse ai pacient mund ta provojë 2-3 herë atë mjekim dhe nuk ka sukses sepse nuk e kupton si funksionon. Kështu që shumë e rëndësishme edhe në vlerësimin e gjendjes të çdo pacienti me vetë vizitën, është shumë e rëndësishëm që të bëhet ky kombinimi i veçantë për çdo pacient për nevojat që i ka dhe po është e lodhshme, sidomos në një sistem ku vizitat janë të shumta dhe kërkon shumë energji, kërkon realisht shumë energji. Nora, unë dua të di pak a shumë edhe për vitet e fundit, sepse kanë ndryshuar, të themi, edhe shumë strukturat e dermatologjisë. Tani kemi edhe shumë dua të them kremra, kemi shumë brende, domethënë shumë trende të cilat ne mund të bazohemi dhe mund të marrim ndonjë terapi personale pa u drejtuar tek dermatologu. Mirë, në pikpamjen tuaj, cilat janë disa nga sëmundjet e lëkurës më të shpeshta kohëve të fundit? Gabimet që bëhen nga pacientët, domethënë që mund të çojnë deri tek ndonjë sëmundje më shpesh që është ndoshta shpeshtuar viteve të fundit. Po smundjet nuk mund të themi me shpeshtim të dermatologjia i ka rreth 2000 diagnoza. Dhe në fakt për çdo smundje ka një sezon caktuar. Për shembull, nëse bazohemi për sezonën e dimrit, ajo shkon dhe është asociuar me lëkurën e thatë, sepse ndryshimi i ajrit, sidomos edhe faktorët e jashtëm që janë era, i ftohti, e thanë lëkurën, ndotja gjithashtu, po tani kohët e fundit ka shumë më shumë studime të cilat tregojnë që ndotja e ambientit ndikon në shëndetin e lëkurës. Dhe ka ca dermatoza, domethënë, nëse shkojmë me lëkurën e thatë, nëse lëkura e thatë nuk trajtohet, mundet një sezon ose 2 të kalojmë ashtu. Mirë, po më tutje nëse vazhdon dhe nuk ja kushtojmë kujdesin që duhet lëkurës, atëherë ajo mund të shkojnë në stadiume më të thella, siç është me ndryshime të dukshme. Kur është e thatë, ajo ka vetëm një deskfamim, si një qërim të lehtë, është pak e skuqur, mund të jetë. Dhe mandej ajo skuqja mund të rritet, mund të kemi kruarje të mëdha, me skuqjen e vazhdueshme ndryshon edhe tekstura e lëkurës, po, sepse ajo mbrohet nga ajo kruajtje, kështu që ajo do bëhet aty më e trash dhe do kruhet edhe më shumë, kështu që mos shkojmë deri në ato pika ekstreme, duhet patjetër, nëse jo të kujdesemi për herë dimrit ta kemi parasysh që i duhet një klëf lëkurës shtesë që ta ndihmoj që të ballafaqohet me të ftohtin e dimrit. Po. Këta gjëra asnjëherë në jetë si kam rritur. Unë jam mësuar tashmë Se para 2 javë kur e takova doktoreshën, se kur s'kemi patur kujdes, sidomos meshkujt, realisht nuk kemi kujdes të shumë ndaj lëkurës. Ta pyesim, domethënë, cilat janë pacientët më problematik, ata që nuk janë të informuar as pak, dhe që është shumë gabim, sepse ekziston një tabu dritëror, domethënë mashkulli të vendon ndonjë krem në fytyrë, domethënë është Po ndoshta kemi të trashëguar nga e kaluara, nuk e di. Po nuk duhet, është shëndeti. Nuk kemi kujdes shumë të madh të meshkujt siç e kanë femrat, sigurisht. Po, për shëndet. Po dhe presioni i jashtëm për femrat ka qenë për herë shumë i madh dhe lidhur me pamjen e jashtme. Kështu që e kemi si tradit, më është në gjenetikën tonë, jam të fatkeqësisht. Do më thënë sepse vlerësimi i femrës për herë ka qenë rreth parë pamja jashtë, ndërsa burrit i janë dhënë atribute vlerësime në aspekte tjera. Kështu që ju ashtu si jeni shumë mirë, neve duhet shumë të punojmë. Por gjithsesi mundohemi të hidratohemi më shumë. Kujdesi i lëkurës kur është dhe shëndeti i lëkurës, sidomos kur ka edhe meshkuj, për herë meshkujt janë më të vështirë për të menaxhuar sepse me të vërtetë ka një rezistencë më të madhe ndaj kremrave. Edhe kur kanë smundje kronike, meshkujt dinë më shumë ti anashkalojnë ato këshillat tona dhe këtu kemi shpesh mund të kemi edhe komplikime. Është natyra, është ajo çfarë kemi konceptuar në mendjen tonë, mirë po me kalimin e kohës edhe ata e mësojnë se si vetëm fillimi është pak më i vështirë, është e vërtetë kjo. Qasja derisa sepse sinqerisht të them drejtën nuk di se si shtrohet një krem. Unë personalisht gjithmonë edhe duart e thata në dimër, vitet e kaluara, kur e kemi përdorur, aq shumë abuzoja me kremin, sa që mbushisht e dora, i lyje, rrinin ata edhe i detyroja gjithë antarët familje, në gjyngi duart pasë e të prova. Domethënë nuk di. Sasia është po, sasia duhet të shpjegohet ajo, sasia duhet të jetë e vogël, dhe ajo lehtësisht tani kremrat që i kemi janë të shumë llojshëm, është
industri rreth kremrave, gjithashtu e mbështetur edhe nga rrjetet sociale, është e vështirë bile të zgjidhet, kur keni vështirësi të zgjidhni më mirë është konsultohet një dermatolog. Gabimet që bëhen ndonjëherë janë edhe me që nuk zgjidhet kremi për lëkurën dhe për problemin e lëkurës që e kemi, po adekuat. Gjithashtu edhe përdorimi i këtyre thithon mjekimeve të popullit që janë. Sepse shumica atyre nuk dim se çfarë përmbajnë. Kemi pasur raste që mund të përbajnë edhe kortikosterid që është medikament që duhet të shkruhet, të sugjerohet vetëm nga ana mjekut dhe ka një mënyrë se si jepet, domethënë, se si do të aplikohet dhe sa do të aplikohet e cila dermatoz. Nëse abuzohet me atë, mund të kemi efekte anësore, të cilat mund të jenë edhe të si ta them të përgjithmonë që nuk janë irreversibile, ndërsa gjithashtu mund bëhen edhe gabime të tjera, të cilat mund të përdoren kremra të lëkurë sensitive që mund të irritojnë me këto popullore që janë, për shembull Cila është më e çuditshmja që keni dëgjuar? Shumë, kam nuk dua të përmend, vetëm ju them të gjithëve që duhet të drejtohen te mjeku për çdo problem. Dhe nëse e kanë atë ndjenjen që duan të provojnë diçka, më mirë të bisedojnë një herë me mjekun. E shikon Nora të jenë hapur me mjekun. Po, të hapur me mjekun dhe atëherë do të jenë tamam të informuar. Unë do të flas si qytetar që abuzojmë, sepse shumica e njerëzve i referohemi mjekësisë tradicionale, por në ndërkohë kërkojmë dermanin tek mjekësia. Po, sepse edhe ajo ndoshta më përpara shumë. Po, se gojdhënat më shumë i besojmë gojdhënave se si ka bërë gjyshja edhe stërgjyshja, me ilashra popullore, me bimët, se edhe mjekësia referencat i ka prej bimëve, shumicën e ilashrave. Por ne bëjmë një gabim, sepse edhe terapin që e jep mjeku, e implementojmë, por edhe atë tradicionale. Dhe këtu bëjmë një ndeshje, ndodhin këta shpesh kështu pacient që... Jo shumë shpesh, po ka raste. Ose që e lën terapinë e mjekut, mirë po pastaj prap kthehen, dhe kjo është vetëm humbje kohe, ekspozim ndaj të panjohurës dhe mundësisë që të kemi efekte anësore, për shembull edhe me bimë kur janë të pacientat që kanë alergji të ndryshme, mund të shkaktojë edhe reakcion alergjik, për shembull. Kështu që kjo është edhe humbje edhe në aspektin financiar është e rëndë, në kvalitetin e jetës gjithashtu ndikon, sepse zgjatet ajo periudha e sëmundjes edhe më shumë edhe komplikohet, mund na sjelli prap në hapin e parë ku kemi qenë, shpesh, kështu që çdo herë t'i besojnë dhe ta konsultojnë mjekun. Mund të nisin nga mjeku familjes dhe nëse ka nevojë edhe tek dermatologu. Unë do të pyesja njerëzit ta shkon e fundit, për shembull, po hasim jeta ka filluar një dinamizëm të çuditshëm. Edhe më shumë shqetësohemi për gjërat materiale, për shembull, të flasim për makinën, që japim kujdes shumë të veçantë, se sa shqetësimeve që i kemi në vete. A ndikon stresi shumë edhe në probleme dermatike, të themi? Po. Por pse kemi këtë mentalitet si shoqëri? Më shpesh e vizitojmë mekanikun se sa mjekun. Jemi pak sa të çuditshëm, Nora. Po jemi pak çuditshëm, duhet më shumë... Se nuk japim rëndësi vetes, shumë, si shoqëri, si mentalitet. Ose rëndësi në aspektin... Faza e fundit, shkojmë vizitojmë mjekun. Po. Ndoshta kjo është e lidhur edhe me traditën, që nuk kemi shumë kulturë që të shkojmë te mjeku. Gjithë Ballkani, si natyra jemi që problemet mundohemi t'i zgjidhim me të afërmit, ose çdo gjë të zgjidhet aty, mirë po me këtë tempon e shpejt që ka hyrë, ajo është pothuajse e pamundur tani më, dhe ka kushte shumë të mira dhe mjek të cilat janë të specializuar për problematikat e ndryshme. Unë të flasim këtu edhe pse nuk jam në atë drejtim edhe për shëndetin mendor, për shembull. Të kërkohet ndihmë është një tabu shumë e madhe, që mendoj çon në komplikime dhe në një jetë
jo e jetuar me kualitet të plotë se si mund të jetohet jeta. Kështu që këtu duhet shumë politika të ndryshohen, të influencohen, sepse nuk ka influencat e duhura që të drejtohen njerëzit në një mënyrë të jenë më të vetëdijshëm, të rritet vetëdijsimi për një mënyrë më konstruktive dhe të shkatërrohen disa tabu, të cilat nuk na shërbejnë fare si shoqëri. Dhe me këtë tempo, për shumë shkurt do jetë gati se e pamundur të përballohet jeta dhe gjithë informacionet që i kemi. Para 50 vjetëve nuk i kemi pas këto informacione. Prindrit tanë nuk i kam pas këto informacione, që për shembull zgjohesh në mëngjes që the, është një bum i madh në momentin që hap telefonin. Janë shumë informacione. Domethënë kjo është një stres kronik. Të cilat në vetdijen tonë ndikojnë shumë ata. Dhe të bëjnë më këtu vetëdijsimi humbet, domethënë ti je dikush që shef informacione dhe e bën në mënyrë pa vetëdijshme, e çon gjysmën e ditës tënde. Dhe kjo është shumë jo e shëndetshme për çdo person, ndërsa për lëkurën shumë gjithashtu ndikon, dhe jo vetëm për lëkurën, nuk mund të them për lëkurën, për gjithë sëmundjet, stresi i egzacerbon, i përkeqëson. Për lëkurën, për ato sëmundje që kanë predispozit gjenetike, ose ato predispozita ose mekanizmat e patologjia e sëmundjeve të lëkurës është shumë komplekse, mund të jetë gjenetika shpesh aty ka dorë, mirë po është shumë më komplekse. Kështu që të ata persona, stresi mund të triggeroj në fillimin e sëmundjes, gjithashtu të ata që e kanë më sëmundjen mundet të përkeqësoj momentalisht sëmundjen dhe të agravoj goxha. Mirë, po kjo nuk duhet të shqetësoj, sepse kjo kemi vetëdijsi kolektive që të mos arrijmë deri në kolektive, mos harrohet humanizmi, mos harrojmë njëri tjetrin dhe mos bëhet ai kontakti vetëm me telefonin, por edhe me të afërmit dhe me njerëzit që na rrethojnë. Ti themi edhe mos i mbajmë brenda sepse reflektojnë edhe mos gjykojmë në shoqërinë tonë, edhe gjykimi dhe paragjykimi është shumë i pranishëm, them, në gjithë Ballkanin. Duhet ta mbajmë lëkurën dhe nuk është turp të përdoret një kremë thjesht, domethënë po të kthehemi te lëkurat. Me të vërtetë, domethënë as pak nuk është domethënë tabu që të kujdesesh për lëkurën tënde, të kesh një lëkurë të shëndosh dhe të kryesh kontrollet e rregullta tek dermatologu. Ne dikur po përdornim kosin kur digjeshim prej diellit. Sot ka lloj kremra qëndron kosi të jetë. S'bën keq kosi. Po ka edhe kremra që mund të jenë më efektive, që zgjedhin problemin më shpejt. Nora, pasi gjejmë edhe në 7 minutat e fundit të emisionit, të thash shumë shpesh shkon. Po, shpejt na kalon koha. Kemi skenari, se kemi prekur. Kemi skenar. Skip. Unë pak a shumë doa të marrë disa këshilla, domethënë sidomos për vajzat, mirë po ajo është domethënë reciproke edhe për djemt, sepse lëkura është po aq e njëjtë, mirë po tek vajzat pak ne dimë ta dëmtojmë lëkurën me produkte që nuk janë adekuate për stinën e dimrit. Si ta mirëmbajmë lëkurën, disa nga gjërat ato acidet, ato që i kemi qef shumë ne, o zot, që nuk dim asnjëherë ti përdorim, mirë po kemi qef t'i blejmë dhe t'i kemi në shtëpi. Diçka 3 steps, si thot ajo, 3 hapat e para për një lëkurë të shëndosh për stinën e dimrit. Për stinën e dimrit, ABC-ja është duhet prapë edhe stinën e dimrit do kisha këshilluar të përdoret SPF çdo mëngjes, jo si verës 50, por me 30 SPF, 30 plus SPF faktor. Faktor për diell. Edhe gjatë dimrit. 365 ditë vitit. Po, sepse këtu mund ta lidhim dimri e bën ajo, domethënë dielli ka edhe efekte të mira, mirë po edhe efekte negative në lëkurë dhe me zgjatjen e jetës të gjithë, është edhe shkaktar për kancerin e lëkurës. Kështu që mirë po edhe për plakjen, plakjen nga dielli, për këto 2 faktorë. Vajzat më shumë për këtë ditën e përdorin. Për këtë, mirë po, nëse e përdorin për këtë dhe unë e përdor këtë, se di që kjo ndikon më shumë, ka efekt më shumë, mbrohen edhe nga kanceri i lëkurës, kështu që për mua ajo është shumë mirë. Çfarë do të jetë arsyeja? Ka kancer të lëkurës, e kemi të shpeshtë theksuar këtu në vendin tonë? Është kanceri i lëkurës që është melanoma, që është më i rrezikshëm dhe vdekje prurës nëse nuk diagnostikohet dhe nuk trajtohet në kohë, dhe janë kanceri i bardhë i lëkurës, ato që moshat më të mëdha i kanë ato njollat. Pika të bardha. Janë pika të bardha. Do kisha këshilluar, janë si disa mund të shfaqen si nodula, si do
Bemkët si punë? Të bardha në gjurë lëkure mund të kenë, gjurë lëkure mund të kenë enë të gjakut aty dhe shpesh egzulcerojnë, do me thënë hapen plag aty, të cilat bëjnë kore, pjen korja, prap gjakosin pak, prap ajo është më shumë karakteristike për bazaliomën. Kështu që gjithë këshillohen njërë në 6 muaj të bëjnë një kontroll. Gjithashtu për screening dhe për melanomën, këtë prevencion dhe gjithashtu për lokalizimin e këtyre kancerve që sa më të vogla të gjinden bazalioma, sepse nuk bën efekte sistemike, vetëm lokal është dëmtimi, është kancer që nuk jep metastaza për fat, të trajtohet sa më shpejt. Nëse këshilla miqdashur të cilët jo duhet që të mos i neglizhojmë, nëse rastisim në kështu ose ndryshime të paktën të lëkurës, ose këtë ku e thua 16 ditë të paktën të bëjmë një kontroll rutinë. Po, dhe në klinikën tonë e kemi dhe Photofinderin, që është një program software i cili e bën fotografimin e pacientit me gjithë lezionet që i ka dhe kështu që çdo 6 muaj shohim nëse ka ndryshim. Sepse është ndryshe, prapë si mjek, si njeri, mund t'jesh pak edhe jo aq objektiv kur është aq larg vizita nga lëvizita për ndryshimet. Ndërsa këtu është software i cili e mban mend qartë dhe i ndjen ndryshimet më të vogla që mund t'i kenë lezionet. Nora, kur e ke terminin e tjetër më të lirë? Të vim me një herë, më pëlqeu, kjo është shumë, do më të di gjithçka për trupin tim, për lëkurën. Jo është për nevuset, për bemkat që thot populli, për ato Ato janë A duhet të neglizhojmë ato bemkat, për shembull kemi ata që janë të lindur, për shembull fëmijë që kanë bemkat të lindura dhe po u rriten. Është normale të fëmijët mund të dalin të reja, në moshat më të mëdhaja, kur dalin këto ndryshime? Po, kur dalin këto ndryshime duhet të jemi të kujdesshëm. Prandaj, më mirë të kemi një rutinë, si që është edhe në perëndim, një screening 6 mujor ose vjetor nëse s'ka probleme fare, për që të jemi rahat. Dhe mos i mendojmë, po kjo si ishte, po kjo si... Më mirë lejani mjekut këtë pjesë. Pra miq dashur, mos harroni vizita tek dermatologu, të paktën një herë në 6 muaj. Për çdo ndryshim të lëkurës ose çfarë do lloj ndryshimi që shikoni në nevuset, për ata që kanë bemka, nevuset. Ndërsa për të tjerët nëse keni probleme me lëkurën. Të urdhëroni që të shikoni se po pse jo ta marrim vetëm edhe një terapi të thjeshtë se si ta mirëmbajmë lëkurën në mënyrën e duhur mundet me dermatolog, po. Sepse që tonë. me këto acidet që përdoren, duhet të dihet çfarë lëkure kemi dhe çfarë acidesh të përdorim. Ata me lëkurë të thatë mund ta irritojnë me ca acide lëkurën edhe më tepër, sidomos nëse shumë sidomos nëse përdoret shpesh. Kështu që mirë do ishte me një dermatolog, një konsult, se si ta bëni atë stepsat e lëkurës. Sa shumë e dua profesionin e Norës. Me që jemi edhe në fund, unë do doja një këshill të na japësh, sepse alergjitë janë të çuditshme, shfaqen në forma të ndryshme, por një këshill për çdo familjar. Cili është ai produkti që duhet patjetër ta kenë në shtëpi, për shembull? Për gjatë ditës SPF-in, gjithë familjarëve jo këshilloj, por për mbrojtjen prej diellit, dhe një krem hidratues. Gjatë dimrit, për të gjithë familjarët, sugjeroj të keni krem hidratues, varësisht nga lëkura, për këtë mund të konsultojnë dhe dermatolog, por edhe farmacistët mund që ndihmojnë nëse s'keni ndonjë problem me lëkurën. Për shembull, me ata me lëkurë të thatë, pak më të yndyrshme, ndërsa ata që kanë lëkurë të yndyrshme, s'do me thënë që s'duhet përdorin krema, ka kremat veçantë për ata që janë më të lehta pak. Por gjithsesi Por e duhet hidratojnë lëkurën. lyer ngjyrë për çdo ditë. Po, dhe jo të teprohet sasia, paktën 2-3 herë. Do një bar, për shembull, do një alergji e brendshme që mund të shfaqet ose do një reaksion momental. Me patjetër me dermatolog. Duhet apo duhet patjetër bëj vizitë, që mos marrin masa të bëjnë dhe i gabim. Faleminderit shumë Nora, unë nuk kënaqa shumë sa dhe këndshme Edhe edhe sa për mu ishte kënaqësi. kam shumë na mbetët. I bëm të gjitha skip, miq dashur. Fatkeqësisht kjo është koha televizive. Do ta kemi sërish në orën Besoj në që po. studio, sepse me të vërtetë kemi shumë nevojë për Dhe do i këshilla të përmbajmë dura. skenarit atëherë. Patjetër. Mendoj që tani zgjodhëm gjithë ato. Kështu që mandej do i mbajmë skenarin. Po shpresoj që po, unë të falenderoj shumë për Gjithashtu, ditën, faleminderit, ishte për mesazhet dhe kënaqësi. për porositë që i dhe për gjithë shikuesit. Faleminderit, ishte Dhe ti dritro kur e ke kontrollin e radhës? Kontrollin e radhës gjatë tashit. Sa do të harim janë. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionin me Faleminderit shpresë shumë që qëndruat që të edhe sot shihemi me të ne. hanën e ardhshme, të njëjtën kohë, të njëjtin vend.
Mango is gate në City Mall. Fruti që se kam shijuar asnjëherë. Është sezona, mirupafshim. Faleminderit, vikend të këndshëm të gjithëve. Shifemi të hënën.